Mirë se erdhët, jemi me fizioterapisten Majlinda Koca për të folur pikërisht për pozicionet e gabuara të gjumit, të cilat shpeshherë mund na sjellin probleme dhe mund na rrezikojnë shëndetin tonë. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi. Albana, çfarë bën më ande? E mirë. Tani, do të kemi dhe foto përkatëse ilustruese për të na treguar se si duhet të jetë pozicioni juaj i gjumit. Por paraprakisht le ta nisim kështu bisedën. Është e vërtetë që pikërisht pozicioni i gjumit mund të na sjell probleme në shëndetin tonë dhe cilat janë këto probleme? Po, patjetër. Janë disa pozicione, siç është pozicioni barkas, që mund të bllokojë shpatullën, qafën, po edhe të kemi një presion tek gjithë shtylla kurrizore, edhe normalisht edhe te zona e mesit. Kështu që ne do të japim edhe këshillat se si mund të flejnë ndjekësit tanë që le të themi të mos krijojnë problematika të shtyllës kurrizore përmjet gjumit. Ke shpesh ankesa për çfarë ankohen më tepër pacientët? Duke lidhur direkt me pozicionin e gjumit. Zgjohen të lodhur, me pirje duarsh, me dhimbje qafe, me maramendje, ndoshta ndonjëherë edhe me probleme me frymarrjen, kjo për shkak se flen për kohë të gjatë, ndoshta barkas edhe me krahun, siç e dim gjithë atë pozicionin, me krahun nën jastak, që kanë nga të preferuarit. Shiko, se pozicionet nuk mund të jenë besoj të njëjta për të gjithë. Për të gjithë, po patjetër. Se ka njerëz që kanë probleme të ndryshme, që tolerojnë dot pozicionin fela vjen anash, dikush e do jastikun më të lartë, dikush nuk do fare, dikush e do pak më të ulët. Si do ta përzgjedhim tani sipas nevojave që ka trupi ynë? Tani, atë që ne këshillojmë më shumë është që trupi të arrijë një neutralitet kur ne shtrihemi për gjumë, që do të thotë të përdorin sa më shumë jastike. Por, kjo ka të bëjë dhe me peshën e gjithë secilit, me gjatësinë e secilit, kështu që për secilin është pak ndryshe për zgjidhja e jastakut, që do të thotë nëse ne flejmë në krahun e djathtë, atëherë të vendosim një jastik po aq të lartë sa të mbuloj, le të themi, boshllëkun midis qafës dhe shpatullës. Pra, jastiku të arrit deri tek shpatulla, ke fjalën, jo që qafa të jetë larg nga... Të mos ketë hapësira për varje ose tërheqje të qafës. Dhe këtë gjë secili prej nesh e kupton vetë, pra kush është pozicioni që e qetëson shtyllën kurrizore dhe i jep atë ndjenjën e komfortit, të pushimit. Pra, qëllimi i gjumit nuk është që ne të na stresojë më shumë, por është që ne të na qetësojë, të mos luftojë për të arritur një, le të themi, një qetësi. Gjithsesi, po ato pozicione të cilat nuk rekomandohen për asnjë person, që janë më të dëmshme dhe që po e stresojnë shtyllën kurrizore, trupin dhe na sjellin këto problemet e tjera. Është një nga më problematikët është shtrirja barkas, pra gjumi në bark. Normalisht kemi presion te qafa, presion tek mesi, presion edhe te krahërori, pra edhe zemrës nuk i bën mirë ai lloj pozicioni sepse ngushtohet le të themi frymarrja dhe bie dhe qarkullimi i gjakut. Dhe këto na çojnë në problematika që zgjohemi me pirje të duarve, me dhimbje qafe ose dhimbje mesi. Prandaj dhe këshillohet që të flejmë anash me jastak mes këmbëve ose optimale është që të flejmë në kurriz me jastak të butë në qafë dhe një jastak po aq të butë poshtë të gjunjëve. Pra me dy jastike, një tek qafa dhe një tek poshtë gjunjëve. Ne kemi disa foto, ndoshta do t'i shohim prak nga afër. Ja, për shembull, një nga pozicionet, fjetja në një anë me jastak mes këmbëve. Për shembull, në cilën anë bëhet fjalë? Preferohet krahu i djathtë më shumë, normalisht që të shmanget, le të them, presioni mbi zemrën, por ka të bëjë edhe trupi gjithë secilit, sidomos gratë shtatzana preferojnë të flenë te krahu i majt, kështu që kjo moderohet. Por preferohet, siç tham, fjetja në kurriz me jastak poshtë gjunjëve, është optimale, ndihmon në dekompresimin e nervave dhe në qetësimin e muskulaturës, që ky është edhe qëllimi i gjumit. Po, a mund të bëhet i gjithë gjumi pra në orët që duhet të flej një rritur 7 minimalja apo 8 orë? A mund të qëndrojmë vetëm kështu për të fjetur? Normalisht jo, sepse ne gjumin nuk e komandojmë dot, por ne po themi cila është pozicioni ideal përpara se të na zej gjumi i thellë. Pra, le të themi, të fitojmë një zakon çdo natë, pra pse dëmtohet shtylla kurrizore? Nuk dëmtohet në një natë, fjeta një natë keq, edhe pse mjafton edhe një natë që të na krijojë dhimbje të shtyllës kurrizore, por që janë dhimbje që shërojnë shpejt. Por nëse ne, le të themi, fitojmë një zakon të shëndetshëm,
të shtrihemi në atë pozicion, që është e gjysmore 1 orë përpara se të na zërë gjumi, ndihmojmë që shtylla kurizohet të dekompresohet dhe të qarkulloj gjaku dhe normalisht edhe të shlodhemi më shumë. Tani në foton që kemi pas shpinës tonë, kemi 3 pozicione gjumi dhe bashk me të edhe shpjegimi se çfarë ndodh kur flem për shembull me një astëk shumë të lartë. Pra shtylla humb neutralitetin. Kemi këtë tërheqjen e qafës që do të thotë muskujt e qafës kontraktohen, tensionohen dhe kemi edhe shtypje nervore që nëse dikush preferon një astëk të lartë, zgjohet edhe ndoshta edhe me maramendje. Por pozicioni i dytë që kemi barkat, siç e shikoni, gjithë pesha shkon tek zona lumbare, te zona e mesit dhe kemi një problematik të mesit, po edhe të duarve, se normalisht që të qëndrosh barkat, duhet do t'i vendosësh në këtë pozicion dhe kemi edhe mpirje të duarve dhe mizërim. Po, edhe për zonja dhe për gratë nuk është dhe mirë dhe për nuk është optimale, pjesën estetike, për rrudhat e fytyrës, pra nëse duam që të largojmë dhe të mjanojmë këtë pjesë, pozicioni më ideal është ai në kuriza, në kuriz që të mos ketë forcën e gravitetit për shfaqjen dhe shenjat e rrudhave. Pozicioni tjetër qafa e kthyer anash me një jastëk të lartër, aty kemi prap të lartër, prap qafa është në tërheqje, në lakim që do të thotë muskujt stresohen, kontraktohen, shtrëngohen dhe kemi edhe këtu shtypje nervore dhe normalisht ky pozicion nuk na favorizon që ne të çlodhemi. Madje mund të çohemi dhe të stresuar për shkak se nuk kemi qarkullim të mirë të gjakut dhe kemi edhe dëmtim të nervave të zonës cervikale. Po ky pozicioni, se po kalojnë tek fotot e tjera dhe regjia mund na i tregoj, pra kthimi ose pozicioni anash, por me njërin siç është te fotoja e madhe, me njërin gjuhë, siç është kjo foto në leduallin e stërgjat, me njërin gjuhë të mbledhur, që është pjesa më dërmuese e pozicioneve. Që e pëlqejnë më shumë. Sidomos të personat që kanë probleme të nervit sciatik, nuk lejohet, sepse ne duam që nervi sciatik të dekompresohet, të qetësohet. Mbledhja e gjurit do të thotë që bllokon qarkullimin e gjakut dhe shton inflamacionin të ajo zonë. Gjithmonë preferoj që të krijojmë një lloj lartësie te zona ku na dhem që ajo zonë të qetësojnë edhe muskujt, edhe të mos kemi shtypje nervore dhe ngacmim nervor. E gjithë kjo që ne po flasim është që zakoni i ri është fjetja në pozicionet të duhura, dekompresimi i nervave, qarkullimi më mirë të gjakut dhe normalisht qetësimi i muskulaturës. Sa e rëndësishëm është dysheku? Pra, fortësia e tij apo butësia e tij sipas formës ose sipas peshës tonë apo shtyllës kurizore. Si duhet ta përshtasim? Tani kur luan një rol të rëndësishëm. Siç folëm për jastëkët, pra jastëku nuk duhet të jetë shumë i lartë dhe jo shumë i ulët, të njëjtën logjik ndjekim edhe me dyshekët, që do të thotë shtylla kurizore duhet të jetë, le të themi, në një pozicion neutral. Nëse dysheku është shumë i butë, atëherë do zhytet shtylla kurizore dhe do krijojë problematika. Edhe nëse është shumë i fort, po e njëjta gjë. Le të themi duhet të përshtasim në bazë të trupit ton një dyshek i cili të krijojë një stabilitet muskular dhe një qetësi muskulare. Si kuptojmë ne që nuk është dysheku i dur? Domethënë kur zgjohemi në mëngjes, çfarë përjetojmë, çfarë ndjejmë? Se ndoshta në gjumë jemi në gjumë. Kryesorja është dhimbje, po edhe nervat i ndjejmë që jemi si të mpirë. Ndjejmë sikur duam 5 minuta ose 10 minuta në fillim të ecim, të fillojmë pak të ngrohen muskujt dhe më pas të qetësohemi. Gjithmonë gjumi edhe në seancat tona, gjithmonë kur i marrim pacientët, le të themi konsulta e parë, gjë e parë që ne pyesim është si je me gjumin. Që do të thotë njerëzit që kanë problematika me gjumin, kanë edhe zgjime të shpeshta natën, pse se trupi nuk qetësohet, e kundërta stresohet, po mundohet të gjejë një pozicion ideal, por nuk arrin dot ta gjejë, sepse gjithsecili mendon se ky është pozicioni ideal për mua, unë kështu ndihem rehat. Tjetër gjë se si ndihet rehat dhe tjetër gjë se si shtylla kurizore le të themi qetësohet. Pra, nuk që nga e rëndësishme vetëm se sa orë flem, edhe se si e kemi bler apo si e kemi përshtatur jastëkun apo dyshekun, por e rëndësishme është edhe pozicioni i gjumit. Që ky fitohet, për shembull, një person i cili është mësuar me këtë pozicion gjumi dhe nuk e ndron, është mësuar nga kjo anë, nga ana e djathtë apo nga ana e majtë. E çmëson dot veten, domethënë me pak praktikisht po, sepse nuk është diçka që nuk mësohet. Madje personat që preferojnë vetëm një krah e kanë edhe më të dobtin, e kanë edhe atë që vuajnë më shumë. Pra shpesh herë kur na vinë në klinikë
në thonë që mua më dhem shpatula, gjë e parë që pjesë është, a është pozicioni i gjumit, a i dhe më thonë, po, a i pozicion më pëlqen më shumë të flem bi shpatull, apo të flem me dorë në një stëk, apo të flem me duar të mbledhura. Dhe lidhet shpesh, zakonet e vogla lidhen shpesh me problematikat të mëdha, se si që thamë në fillim, nuk është se një shtyllë kurizore dëmtojt brënda anatas. Është një zakon që çmësohet, pastaj çfarë më e mirë se ne t'i japim suportin ideal shtyllës kurizore. Bas 8 orë punë, duam edhe 8 orë gjumë cilësore, dhe jo 8 orë që të zgjojmë vazhdimisht natën dhe të kemi gjumë të stresuar. Po, do të në ndikoj patjetër në cilësinë tonë të ditës. Në cilësinë e jetës në përgjithësi. Edhe të jetës e të shëndetit tonë, padyshim. Se ka njerëz shumë që, okay, mund ta dëgjojnë këtë bisedë, ose sot do ta ndryshoj patjetër pozicionin tim të gjumit, sepse ja këto dhimbjet që po më vijnë pikërisht nga ky pozicion i gabuar që ne treguam me kam. Pastaj e gjejmë veten nga mesi i natës, pra mund të shtrihen në atë pozicionin neutral, ideal që ne treguam, dhe pastaj e gjejmë veten përsëri nga ana që e gabuar. Nga ana që preferojmë më shumë. Ndodh normalisht edhe neve na ndodh, edhe ne kemi pozicion që na pëlqejnë më shumë gjumi, se edhe gjumi është një nga kënaqësitë më të mëdha në jetë. Mos harrojmë që ne jemi krijuar që ato orë të çlodhemi dhe të pushojmë. Po një trup i cili nuk çlodhet gjatë natës, do të thotë që do të çohet edhe i stresuar, edhe muskujt janë stresuar, edhe emocionalisht ndihen më të stresuar. Kështu që ne po mundohemi të japim këshilla praktike dhe jo këshilla jo të arritshme, këshilla shumë të vështira. Por nëse teleshikuesit tanë i ndjekin këto këshilla, do ndjejnë ndryshime. Nuk do ndjejnë ndoshta natën e parë, por do ndjejnë në vazhdim dhe vetë trupi vetë korrigjohet. Është diçka që fitohet. Çfarë ndodh me trupin për tek ata persona, individ të cilët flenë kështu të mbledhur, të strukur komplet, madje gjunjit i sjellin gati tek gjoksi, që ndoshta ky pozicion lidhet edhe me një stres apo me emocionet. Po, është child pose që ka edhe fëmia në embrionin në barkun e nënës, dhe normalisht ne atë të gjithë preferojmë që kur të jemi të stresuar ose të mërzitur, të mblidhemi që të ndjejmë atë ngrohtësinë. Nuk duhet të kthehet në zakon. Çdo gjë që kthejmë në zakon, normalisht do ketë edhe ato efektet anësore. E ke vënë re që kjo periudhë është shumë e ndjeshme tek shumë individ të rritur, të cilët ankohen nga dhimbja e mesit? Po, se lidhet shumë me profesionet e zyrës, me profesionet ullur. Po, është si po përhapet shumë, si një lloj virusi po përhapet nga dhimbja e mesit. Kemi dëgjuar shumë individ që ankohen nga dhimbja e mesit. Kuptoj. Lidhet shumë edhe me gjendjen emocionale. Pra ne jetojmë në një epokë ku vrapojmë për të arritur gjëra dhe normalisht stresohemi për të arritur oraret e punës, për të arritur çdo lloj përgjegjësie që kemi në përditshmërinë tonë. Nuk ankohen vetëm për dhimbje mesi, është një dhimbje që lëviz. Shpesh thonë më dhem shpatulla që lidhet 100% me emocionet, më dhem qafa që po edhe ajo lidhet me emocionet, dhe normalisht nëse kemi një muskulatur dhe një ndjeshmëri të lartë e zona qafës edhe e shpinës, atëherë do shkarkoj edhe te mesi, ndoshta edhe te nervat e këmbëve. Qartë. Shpeshherë ndonjëherë edhe dhimbjet e kokës, ndoshta neglizhohet qafa ose neglizhohet shpatulla ose edhe pozicioni i gjumit për cilën ne folëm. Pra, si ta kuptojmë që dhimbja jonë e kokës po vjen pikërisht nga qafa? Unë do ju jap një sekret që do ta ndaj me teleshikuesit. Muskujt e qafës nuk pushojnë asnjëherë. Janë 24 orë aktiv. Që do të thotë, mënyra se si ne, që nga përdorimi i telefonit, mënyra se si flejmë, mënyra se si punojmë, të gjitha këto ndikojnë, le të themi, në keq trajtimin e qafës. Dhe nëse një terapi apo një masazh përreth muskujve të qafës e largon dhimbjen e kokës, do të thotë që problemi kronik i qafës, problemi kronik i dhimbjes së kokës vjen nga qafa. Kur ajo nuk pushon në mënyrë të vazhdueshme sistematike, pasi kemi bërë gjitha kontrollet e mundshme dhe ajo vazhdon të qëndrojë, pra dhimbja të qëndrojë. Kështu që duhet patjetër një konsult për të çliruar. Kemi një ushtrim që mund ta demonstrojmë për të çliruar muskujt e qafës? Si fillim, unë gjithmonë jap një këshillë që trupin ta mbajmë sa më drejt. Kur ne mbajmë shtyllën kurrizore drejt, do të thotë që edhe qafa funksionon siç duhet, edhe krahërori lirohet dhe frymarrja le të themi bëhet më e qetë dhe më e qartë. Edhe qarkullimi, po normalisht ushtrimet nga më të ndryshme janë rotacionet e qafës, lëvizjet, anosjet e qafës. Mirë, po këto ushtrimet që ne japim zakonisht mund të çojnë në marramendje, në shtim të dhimbjes së kokës, që do të thotë kemi një, po e quaj vatër, një dëmtim nervor,
të zona cervikale qafës që duhet të trajtohet. Pra njeriu nuk mund të vetë shërohet. Qartë. Është një zakon që ka çdo individ në kohët moderne. Sa hapim syt telefonin. E kemi të gjithë. Flejmë me telefon edhe zgjohemi me telefon, të themi të vërtetën edhe ju edhe unë e bëj këtë gjë se ne jemi gjithmonë në kontakt me njerëzit, por edhe ato që duan të bëjnë thjesht scroll. Para gjumit, shumë e rëndësishme lartësia e jashtëkut në përdorimin e telefonit. Se mund na zgjumim atë lartësinë e jashtëkut që kemi parë dhe që kemi bërë scroll telefonin. E vërtet dhe duhet ta shmangim këtë lloj, le të themi, përdorimi këtë lloj zakoni të përditshëm të kohëve moderne, sepse kthehet në problem i shtyllës kurrizore. Pra, është e pamundur një individ të ketë shqetësime të shtyllës kurrizore dhe të qafës dhe të mos ketë në përgjithësi probleme të shtyllës kurrizore, sepse është një trup e një trajshme, do të thotë njëra ndikon te tjetra, mund të vi dikush tek ne për një vizitë dhe të ketë probleme me mesin, është e pamundur të mos ketë probleme me qafën. Të dyja lidhen me njëra tjetër. Kush më pak, kush më shumë, po të dyja ndikojnë te njëra tjetra. Përdorimi i telefonit përpara gjumit, përveç se jep efekte negative në anën emocionale, drita blu e tjera, që kanë folë edhe specialistët, është lodh edhe shumë muskujt e qafës. Pra ti fillon të bësh scroll 5 minuta dhe shikon veten që një orë është fiksuar për disa minuta dhe harron se sa kohë je në telefon dhe harron që ti ke mbledh shpatullat, ke mbledhur edhe qafën dhe normalisht si mund të flesh mirë ku ti ke muskujt e shpinës tënde, sidomos muskuli trapezus që lidh qafën me shpatullën. Është e pamundur që ti të flesh dhe të bësh një gjumë të mirë dhe të zgjohesh mirë, dhe të zgjohesh pa dhimbje edhe i çlodhur. Që të marrim atë energjinë e duhur në mëngjes, pra që të mos e kapim telefonin, të paktën disa minuta, 10 minuta pasi jemi zgjuar. Çfarë rekomandon? Një shtriqe, një ushtrim të lehtë për ta nisur ditën me energji? Patjetër, shtriqe të qafës, normalisht, shtriqe të gjithë shtyllës kurrizore. Në gjatë natës trupi bie në qetësi dhe normalisht ka nevojë pak për shtriqe që të hapen edhe vertebrat me njëra tjetrën dhe ta nisin pak ditën më mirë. Por unë do thoja që në përgjithësi ta nisim ditën me pozitivitet. Të shikojmë ku kemi probleme dhe t'i ndjekim problemet, mos i lejmë që ato të bëhen kronike dhe në pas të themi, po pse unë këtë se kam pasur më përpara, si u bëra unë kaq keq, si arrita vetëm më mirë të parandalojmë se sa të jetojmë me... Dhe jo të vrapojmë me vru drejt presionit, emaileve, shkresave, stresit, sepse edhe si që ishte shkruar një studim nga ekspertët kardiolog madje, pse ataket kardiake ndodhin pikërisht në mëngjes kryesisht midis orës 6 dhe 8 për shkak të këtij vrullit, këtij stresit, kësaj qasjes menjëhershme, sapo zgjohemi, edhe nuk i lëm kohë as zemrës të marrë ritmin e duhur apo organeve të tjera, po ne vrapojmë. Pak kohë vetes të adaptohet pak. Edhe kortizoli është më i lartë. Edhe kortizoli është më i lartë dhe çfarë ndodh? Shpesh kur ne hapim telefonin në mëngjes, është kronika e zezë ajo që na jep atë vibe-in e parë. Dhe është shumë e vështirë që gjatë ditës ta gjejmë atë humorin apo të gjejmë një këndvështrim pozitiv. Prandaj them që ta nisim ditën tonë me frymarrje të thellë, ndoshta me një gotë ujë të ngrohtë, me pak shtriqe të shtyllës kurrizore dhe më pas të vazhdojmë, le të themi, çfarë kemi në program të bëjmë. Dhe 2 këshilla të fundit për fëmijët. Meqense treguam pozicionet e të rriturve, fëmijët e vegjël si duhet ta kenë, le të themi, jashtëkun rreth të parë, të fortë, të butë, sa të lartë dhe si duhet jetë pozicioni i tyre. Këshillat që dham deri tani janë për të gjitha moshat 0-100 vjeç, që do të thotë shtylla kurrizore është po aq e rëndësishme në të gjitha moshat. Dhe atë që duhet të bëjmë ne është të shmangin sa më shumë përdorimin e telefonit të tabletave, sepse ky zakon tek fëmijët ka sjell probleme që 20-30 vitën përpara nuk kanë ekzistuar. Skoliozat, po edhe kifozat, pra një fëmijë që përdor telefonin në këtë qëndrim që unë jam, është si ti kemi vendosur 22 kg mbi qafë dhe mbi shpatull. Për të mos folur për rëndesën e çantave, që edhe kjo po ndikon tek rëmbrimi. Patjetër që po. Kështu që fëmijët në fokus 2 herë në vit, moshat, po themi 6 deri 16 vjeç, që kanë edhe zhvillimin më të madh, 2 herë në vit të bëhen konsulta pranë ortopedit ose fizioterapistit për të parandaluar ndryshimet në shtyllën kurrizore.
Pra, për të marrë edhe këshillat e duhura, ndoshta edhe këshillat mbi sportin ideal për secilin fëmijë. Po sigurisht parandalimi është ilaçi më i mirë se sa kurimi. Po meqense përmendej që të gjitha këshillat janë për të gjitha moshat. Ndoshta nuk është ideale për jastëkun tek bebet ose tek fëmijët e vegjël, ëh, se ndoshta kanë pak më ndryshe nga të rriturit. Po, të fëmijët e sapo lindur normalisht ekzistojnë edhe jastëk ortopedik që ndihmojnë që fëmia kur të konsumoj qumshin të mos ketë atë ndjenjën e bllokimit të vjellit, se fëmijët beba vjellen shumë shpesh, por gjithmonë në vëzhgimin prindëror. Pra, e vendosim aq sa fëmia të mund të pushojë, të çlodhet, po edhe ndihmon edhe shumë në formimin e kokës, siç e dim që ekzistojnë ato jastëk ortopedik. Pozicionet e ndryshme për të marrë formën e rrumbullatë. Mundësisht në vëzhgimin prindëror dhe të moderuar. Pra, një herë pa jastëk, një herë me jastëk, që të zhvillohet edhe shtylla kurrizore ashtu siç duhet. Qartë. Faleminderit Melinda. Faleminderit për këshillat që ndam sot me publikun në lidhje me pozicionet e duhura të gjumit, ndërkohë kalojmë në publicitet, rikthehemi përsëri në Reze.